Ka pos shkatë mirë gjukata speciale. Po, i kemi po krejt njerëzit e poshtër këtij veni të rreshtum në një anë me cilën o kanë e rreshtum Serbia. Edhe i kemi po krejt ata dëshmitar, që edhe në t'ishin kanë një vjedhje të rëndëm, ishin kanë turb mu thirë për dëshmitar. Thjesht, ma shumë se sa epilogu i gjukimit që ka më ndodhë. Kjo gjukat në këtë vend ka me bon një ndamje që ka më konë ndamja për... Shiko, kërkun në dokumentet të ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk ka qenë mos respektimi i ligjeve të luftës. As nuk o thonë betimin e ushtarit që në mund si ushtari që kësë nuk do të respektoj ligjet e luftës. Do më thonë, as nuk u konë në proklamata, do më thonë, këtu në gjukata, po gjukon. A ta katër të akuzum, a i kanë shkel ligjet e luftës, as i kanë shkel. Prokuria po thët i ka shkel, gjukata e merë vendimin i kanë shkel, apo nuk i kanë shkel ligjet e luftës. Nuk ka të bëj, kjo ta kanë qëllu, janë komandant të QK-s, po u konë edhe Ramushi, u konë edhe Fatmiri, kanë pas, prokuria ka pas pretendime tyre në fund, jenë liru, të dhëtë jenë liru, ose dikush tjetër dënu. Me ato që për thëtë prova... Tash gjukata ka me vendosë, a në shkel, as në shkel. Nuk mundet nuk po gjukon ty. Qka në këptën dërmorja për bashkë kriminalje, që unë dosht me ditë, qa ka dosht, Hashim Thoqi, po shumica e ushtarëve dhe prurëve të ushtrisë lirimtare Kosovës, po se ka njoftë kur Hashim Thoqit, edhe së pun njeri krysuar për ta, shumica se ka ditë kush është Recep Selimi, unë se kom ditë dhe i mas lufte kush është Kadria, unë se kom ditë ish kush është Kadria. Edhe paneli gjyqtarëve ka arrit me kuptu ato, po unë vetëm na mendoj që sonte ke mirë me analizu dëshmit me cilat është ushqy prokuroria. Shumë më rëndësi disi profesorën e sëllu, që unë edhim se është e vërtit që edhe nuk e ke posë obligim nështë asa nasë luftor me këqysi në racion. Që për shemull që du me i në televizion, dikon nëse në YouTube, e ki dëshmin e Fred Abrahamsit, dhe më unë dëshmitor nga Oman Rajtkas. Edhe edhin që ka thëtë, në që qërët nëse nuk i dhe më unë Fred Abrahams të të kështu. Të gjitha dëshmit për ushtrin shlirimtore të Kosovës jenë konë të përmbushra në këtë raport nga Serbia. A thëtë që shto? A pajten me qëto? Dhe më honë, kjo është shumë më rëndësi. Edhe me këto, po me këto është më rëndësi me pajtu qytetarë të Kosovës, jo profesori edhe Rafeti edhe Alia. Dhe më honë, na si qytetarë, si institucione, si profesor, si bujq, si panelista, si gazetarë, është më rëndësi me ditë thelbin e dëshmis për cilën pretenduan më dënua të akuzuarit. Që ata pa du mëmë. Më thonë, e ki qëtë përmblidhe. Kuru përmblidhe që kjo raport, a je dëshmitar që në qëtë raport, a pajtën që është kjo shkelzëngoshi që thëjke si ka vro Bajram Curri po që këja. O pjese qëti raporti. A pajtën me qëta. Ja, ka dole prur, nuk e na orë me bërtit. Qëre, unë e respektoj nivelin, e respektoj nivelin e një profesori. Unë po të bëj pyetje, edhe po të bëj pyetje konkrete me fakte, të jase. Të më thonë, një këshiltar, unë e di që është shkarkur, pastaj, po për këshiltarit nivelit Kryeministrit Republikës, dolë që atë në televizion, një televizion publik, edhe kërë diskutua ka kry me ushtria shlirimtare, thëtë këta shëqëria Hajdardush edhe Bajram Curri si ka vro, po ka apostrofu edhe emna për jetë komandantëve, dhe mënë është pjesë e qëti raportit të Fred Abrahamsit. Këto është mirë me ditë. Dëgjo, ne kumë ditë mëte. Na du të me ditë thelbin e dëshmive që i kam lidhë prokuria që i kërkën 25 vjetë. Dhe mënë, që ta dëshmitor shqiptar, të cilë, disoj në kom publik, disoj kam shif tyrat për emnat jenordë që të në Prishtinë. Prokuroria Alen nuk ka dhonë sëqarim medial qysh i dulen atë dokumente a udhëtur në për krejt Evropën e erdhen në Prishtinë. Krejt ata emnat dhije breskoqka jenë dënu njerëzit për presion dhe i dëshmitorë.
presidentit edhe një akuzë ja kanë virë, se s'ka që ka i thëtë, diçka du të me i thonë. Nuk ka argument, as një gjykot, as një shko, as një shqiptar që ashtë më thotë që e ka morë dikën një kadria Jakub Krasniqi e ja ka shti Altin vesh e ka qu për masën. Gjdo luftar ka mujtë me bo që ato për që ta se kanë bo. Edhe se kanë bo, se nivelli tyne se ka lejue. Tash, dhe më thonë, që ajo ka ndodhë. Dë, mentaliteti i krimit, narracionit që shëqërisë kosovare edhe rinis tënë, mi ashtin dërdijen e vetë, që dhëtë me rujtë bashkëpunëtorin e Serbisë, ato dhe të harrujnë. Edhe qëto për të thëmë ty edhe, media qëto edhe qytetarve. Nuk ka më rujtë më bashkëpunëtori i Serbisë. Pse për thëmë to? Sepse dikush ka vdikë për këtë vend, dikush ka mojtë burg me 30 vjetë për këtë vend, dikush e ka komën amputu me sot për këtë vend. Nuk mund është me nderu ushtrin çlirimtare e me sho komandantin legjendar Adem Jashari. Nuk mund është me bo ceremoni në kazerme në Adem Jashari për ditën e pavarësisë, si trashëgimtare, trupa mbrojtëse të ushtrin çlirimtare, e me i sho ushtrin çlirimtare, edhe ndërtues të saj, edhe rrugtues të saj. Se për ashtu s'kishin morë pjesë këta atje heq në Rambuje, mase si jenë konë, fakturë edhe su konë përfacimi ushtrin çlirimtare, kush se kesh vetë. Qita shoqërisë civile, ti e din ma mirë se na, unë në qatë ku jëmë konë 26 vjetë, po ti e konë pak ma i më shumë, edhe je konë pak në nivel tjetër, krejt që ta tjerë, që ka jenë shkuë që atje, Rafeti po të thëtë, ka dokumenta që, o kanë thonë nërë Serbi, veç lufta dhe të nalët, se u tranumë. Tash, dëgja, nëse s'dojmë me janë njoft, as një vlerë, zotit s'pah ju, na që me ecëm shpe. Nëse thujmë, ti s'ki kur far vlerë heqë. Nëse nuk e kuptojmë që s'ka njeri pa gabime në këtë botë, prej të gjitha kombeve nacionaliteteve, unë e menoj që se cili është i paletzueshëm. E tash, na vetëm që tu është mirë me i proklamu, me i mbrojt, me i debatue. Nuk ka që ashkan kërkush për Republikës të Kosovës ma, kur të rejet që ki që për Hashim Thaqin, se unë po të thëmë se cili që e ka ngritat narracion me tendencen e msheft, qoftë politike, qoftë qëllimshme, qoftë bashkëpunëtorit Serbisë, që krerë të u që kësh më dëgju, ka me doli skuqën për asoj sole. Pavarësisht çfarë do akgjykimi që nxirret për ta. Unë po thëmë, gjithë çka të nxirret, këta kanë me doli ma burra. Edhe unë po thëmë, pse pe thëmë to? Pe thëmë këto se s'kam çka ve në sol, me këshyrë që po bot me Nezmedin Spahiu në ditën e mravë. Kjo është, si kur jep njëri shpirt, e thëtë shkajt e shë pak, a i njëri s'foljes. Tash, unë po flasë si luftor, ndash si jurist, u vetë jam jurist. Këtë gja i këmë shëshit që të ligjet, edhe këtë gja publikisht këmë folë, unë e ti nëzas foli. As mas skuta vja, pas qefin se ja bëj kërkojna. Tash na kemi orë në narracionin që krejt që ta bashkëpundur, me i rujt. Do mon margaritor, mësë mja përmen emnin. Kujna mësë mja përmen emnin? Bashkëpunëtorit Miloshit ta, po so kanë nga obre pruf, generatat e profesor. Po ndëgja, i pori profil i cili ka u balafaqu me mosën e Miloševiqit i nikon ju trupi arsimor. Që ju ka qitë për jashtë. Nga, veç pak. Ti bile, ty takën si profesor, unë s'po thëmë që nuk e jep kontributin tanë, te, po tash na, po kur bisedujmë që shtu po thëmë te unë, edhe mës me morë njerëz për gujë atje që si janë këtu, se s'kam qefë se mu mi pru këtu që të fjolli, a thamë. Dëgja, për muë, nuk hen, dëgja, edhe në te qëfar milioneri është vetën sërruj, e qëfar njeri korruptum edhe është pengu rosti Brezovica, shkoku i vetën sërruj, e këta i ka po për milionera. Jo, se, nga kemi, dëgja, këj qësoj lirie, a jenë ofendue për korrupcion, luftor. A jenë akuzue si vras. Të rrim të gjykata speciale. Unë po thëmë kështu. Në të gjitha dokumentet e dëshmitarve të prokurorisë që e përbën personeli ndërkombëtar në këtë rast, qysh është Fred Abrahams, pe që ti qësoj fushë dhe të tjerët, që janë dëshmitar të prokurorisë, në krejt dokumentet e ty në deklaruat që krejt të dhona i këna morë pe i shpionav, shqiptar edhe pe i shtetit Serbis, që e kështu katunor që me ta thonë me morë vesh tjertë.